bashku kalojmë tek receta e tretë. Çfarë do gatuajmë më pas? Direkt puren. Puren e patates. Shojmë pak së bashku, të cilën do ta përdorim, do ta shoqërojmë dhe recetën e qofteve. Pra me pure me patate, ju duhet 1 kg patate, të cilat më parë do t'i zjeni, që ato të zbuten të kalojnë në pure. Ju duhet qumësht i ngrohtë, 150 ml, 100 ml lëng mishi i ngrohtë, 50 gram gjalp, 50 gram djath parmigiano i grirë, krip, piper i zi dhe pak arë moskat. Pra, pure me patate. Patatet, Pureja tani. I kam zjerë në fillim fare me ujë. Para kam dhënë direkt në ujë, as të ftohtë, por në ujë të vakët me krip. E kam kaluar në rende dhe vi direkt me produktet. Kam gjalpin, kripën, pakos fare piper, që të jetë në shijet e duhura. Do të shtoj. Tu kam një të verdh veze, pak spec të kuq, arë mushk. Pra, nuk është një pure tradicionale, por baza është tradicionale. Janë këto gatimet që janë pak më të moderuara, sepse është një sojë, si kur ne të themi dëgjo, po ne duam atë të vjetrën. Po dikur edhe ne kishim një shtëpi me mindere, me dyshek që çdo vit se ishim me pambukë dhe ngjisheshin, pra ne nuk ngelim gjithmonë tek e vjetra, jemi tek e reja. Dikur kishim vetëm një miell dhe tashmë kemi lloj-lloj. Atëherë pse do të ngelemi tek tradit, por gjithmonë në zhvillim. Ja, lë vetëm pjesën. Me të lutem një lugë, Niki, që të kap. Shumë pak hudhër për t'i dhënë një aromë të veçantë. Shumë pak. Do të largoj lugën e drurit, sepse e punoj më mirë. Komentoja këtë që po citoje, që vërtet kemi shkelin mbi atë tabanin e traditës edhe sigurisht po receta kuzhina evolon, siç ka evoluar çdo gjë. Por po mendoja sa më shumë lehtësira po na krijohen, aq më shumë po na rrezikohet shëndeti. Sepse janë produktet. Janë produktet, lehtësia nuk është pajisja, është produkti. Mirëqenia edhe komoditeti. Është ndryshimi i klimës, është toka. Që toka nuk ka më gjelbrim, toka është betonizuar, ku shkon? Erozoni ku? E pa pastruar. Këndotjen, eteri, ku është? Pra, o, zot sa zgjuar që jam, nuk flas me mbyllim direkt, se do filloj do them gjithahire. Edhe pak minutave na mbeti. Na mbeti pureja pa serviru. Ku na mbeti vaj vatare mirë mileti. Aty do të kalosh në grisë apo ta lëm ashtu në copza? Do. Të shtoj një të verdh veze, sikurse edhe djath. Pra vetëm të verdhën, që ajo e bardha të mos pikset. Ja. E largova nga nxehtësia dhe ne shumë mirë sa minuta kanë thuaj. E transferojmë. Ja, vazhdim mbyllim që të kemi një rezultat siç duhet, që ta kemi pranë tryezës me qoftet. Sepse dua që të jetë e duhur, është e kaluar vetëm nga rendja. Po. Ndaj thash që do ta marrja të formën trajton pamjen e pures, pak më e shtuar në erza. Rende thuaj, s'theu shpor hordhi e huaj, rend or maraton o mak. Të poezit e gjata, që cilat kemi mësuar në gjimnaz. Këtë mas, direkt, e kaloj. Ta kalojmë në gjalp. Sepse dua që të jetë ama me duhur. Që të mpikset pak më tepër se aty. Po.
Dhe ja, me vrapë si maratonomaku. I largoj. Se u shtur një huaj se betejën dhe recetën shpëtua. E fituam. Edhe pak fare i duhet, Ja. pures për të marrë trajton e shishme. Derisa masa fillon e shkëputet nga tigani. Pjesa e vajit përthithet nga patatja. Dhe ja, do ta servirim. Jemi drejt fundit, do të servirim, të duhet të piper i kuq. Kam këtu. Një pure që na shoqëron qoftet, apo dhe thjesht kështu siç është, ose mund të keni për shembull bërzolla, mish në shtëpi, përsëri e kombinoni mirë me pure. Shtuar pak armyshk, një prekje të lehtë dhe natyrisht një pudrosje shumë e imët me Po të duam ne, edhe përse mos të duam, shtojmë pak më tepër vlera duke i grirë disa arra. prandaj e citova më parë Rendor Maratonomak. Nëse patatet do t'i keni të zjera, pureja ju merr vetëm pak minuta në përgatitje. Mjafton t'i dini dhe t'i shtoni këto erëzat, bimët që i japin shumë shije. Mirë, të lumshin duart. Le t'i përshëndesim anvisat dhe t'i urojmë atyre gatime të shishme. Kalofshi sa më bukur ditën e sotme me gatimet tuaja, ndërkohë mos u largoni nga ekrani, do t'jemi pas pak me bisedat tona. Të lumshin duart, Albana. Faleminderit. Shihemi pas pak përsëri.